Banorët dhe tregtarët e prekur nga përmbytjet prej lumit Gjanic të revoltuar kërkojnë ndihmë nga shteti për dëmin e pësuar. Ata thonë se askush nuk ka ardhur për evidentimin e dëmeve. Përmbytja komplet të arretimin e shtëpisë, plashkat e trupit gjitha, janë shkatruar gjitha. Ja, si që shihni vetë. Sa ditë kemi këtë gjendje? 3 ditë sot. S'e shkujtuar njëri që të thotë je gjalla pasi. Jo, komisioni s'ka ardhur akoma, po kryetari errin para. Vite tjera edhe në është mbytur, po jo se këtë radhë. Keni marrë dëm shpërblime në vitet e kaluara? Po, kemi marrë, na ka dhënë shteti. Edhe është mbytur balli të, ata kanë ardhur aty tani, kanë 2 orë që kanë ardhur aty dhe ta shtojnë ballin e prishur të komplet që pushon. Prefekti i Fierit Xhevid Bushaj pohon se brenda pak ditëve do ketë mbaruar procesi verifikimit të dëmeve për të vijuar me dëm shpërblimin. Shtëpi të përmbytura që arrin deri në shifrën e 550 familjeve, duke futur këtu daljen nga shtrati dhe përmbytjen e familjeve në qytetin e Fierit, njëkohësisht dhe në rrethinat dhe në njësitë e bashkisë së Fierit, siç është në Frakull, Levan, komunën Qendër e të tjerë. Dalja nga shtrati e lumit Gjanic përmbyti dhe katin e parë të ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve, por fatmirësisht pa prekur dokumentacionin e abonentëve. Dëmet janë të mëdha në kompjutera, nga sistemi që ka pas probleme, në ankesat e qytetarëve dhe në magazin. Nga rreshtet e dendura të së dielës u përmbytën dhe 500 hektar tokë bujqësore në fshatin Krapës dhe Gjorgos, ndërsa u dëmtua dhe baza ushqimore për bagtit.